Sot në këtë rrugtim të vazhdueshëm, Federata e Basketbollit të Kosovës prezanton pikërisht këtë 3.0, vizionin tonë të ri, iniciativën më të madhe dhe projektin e ri me të cilin po shpresojmë që kemi me transformu lojën e basketbollit në çdo aspekt. Basketbolli 3.0 është një strategji gjithëpërfshirëse, një filozofi e re për mënyrën se si do ta zhvillojmë, si do ta organizojmë, si do ta promovojmë basketbollin në Kosovë. Po çka është 3.0 në disa pika të shkurtra? Çka përfshin? E përfshin modernizimin, sepse basketbolli duhet të ecë me kohën, duhet të ecë me teknologjinë, me digitalizimin dhe me standardet më të larta të organizimit sportiv. Përtej kësaj është gjithëpërfshirje, sepse duhet të sigurojmë që basketbolli të luhet nga të gjithë, nga vajzat, nga djemt, nga të rit, nga të rejat, nga secili komunitet, nga vetë. Matej se kaq, ne duhet punojmë cilësi dhe duhet punojmë profesionalizëm. Bashkë me të gjithë përfaqësuesit të klubeve që i kemi këtu e dimë do të se sa jemi duke u mundu me vite me radhë përmes kriterëve të licencimit me siguru profesionalizëm të shtuar. Në thrymin e lëvizjes olimpike, basketbolli 3.0 mishëron 3 shtylla të forta: përparimin, kreativitetin dhe unitetin. Qëllimet e basketbollit 3.0 janë tërësisht të harmonizuara me vizionin ton olimpik. Rritja e pjesëmarrjes është përputhje me idealin ton për sportin për të gjithë. Zhvillimi i talenteve të ri dhe i vajzave është pjesë e përkushtimit ton për barazi dhe mundësi të barabartë. Përmirësimi i imazhit të Kosovës në arenën ndërkombëtare është një mision që e ndajmë çdo ditë përmes sportistëve tanë olimpik. 2 prej 5 pikave ngjanë më përshtypje, zhvillimi i talentëve edhe prezantimi në arenën ndërkombëtare. Unë prej këto përvejthirje, sidomos të antarët e juaj, që zhvillimi i talentëve lidhet me klubet tona dhe në njëjtën kohë punohet shumë më shumë gjithashtu në prezantimin në arenën ndërkombëtare. Ministria e Kulturës, Rinjës dhe Sport do të jetë çdo herë partner i afërt për projekte që kanë për qëllim zhvillimin e basketbollit.